mendimi negativ për Shtetet Bashkuara qëndron në masën 80% aq më keq mendimi për Bashkimin Evropian, që është edhe po themi synimi i tyre për të antarësuar kushtet kur është dhe pranë, prap serbët mbajnë një qasje negative. Mund të jetë jo se ideja e një marrëdhënie ndryshe me Shtetet Bashkuara, pra jo armiqësore, ajo çka mund t'i bëj serbët besojnë se fal një raporti më të mirë me SBA-n mund të marrin një marrëveshje më pozitive në raport me Kosovën. Megjithatë, siç e the edhe ti në nisje të bisedës, është me shumë interes dhe do duhet pritet qasja zyrtare që do të tregojë administrata për Kosovën dhe nga ku më pas do duhet diskutohet më gjerësisht. Në qartë, qëndrimi juaj që më intereson, dua të di se si e shikon Kosovën në zhvillimin e dialogut të ardhshëm me Serbinë, ndërkohë që flasim në Kosovë aktualisht nuk kemi një qeveri të formuar dhe nuk kemi një aleancë midis partive për qeverinë e re. Dhe i qeveria do Bëxhoj mendoj që nuk ka një zë të fortë, sepse nuk shpreh zërin unitar të popullit nëpërmjet vullnetit të konstitucional të zgjedhurve dhe zgjedhësve. Dhe gjithashtu mendoj që një inkoherencë brendshme politike po ashtu mendoj që pasqyrohet në këtë debat, ndërkohë që presidenti Vučić e ka në disfavor të situatë për shkak të protestave. Pra, si ka mundësi që kemi pak a shumë një simetri të situatës? Këtu kemi protesta dhe mospranim, këtu nuk kemi një vullnet shumice, pra një vullnet majoritar, le të themi, në krimin. Pra, si thua dialogu i zhvillimit midis dy vendeve nuk do reflektoj tamam qëndrimet, flas në kuptimin e legjitimimit politik të popullit. Marsit ke shumë të drejtë, nuk ekziston asnjë kusht politik për të zhvilluar një dialog me Serbinë dhe kjo vlen anasjelltas, pra si me situatën politike në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Kosova nuk e di ende çfarë do të bëjë me qeverinë e re, e jo më të mendoj po themi për një proces dialogu me kaq shumë qëndrime kundër, është nga partia në pushtet dhe vendosje që do të jetë ajo që do të formojë qeverinë, por unë e shoh shumë të vështirë me 46 mandate që disponon, ja po themi dhe 3-4 nga Fatmir Limaj dhe 10 nga pakicat jo serbe, do të shkon në një total 60, kështu që në Kosovë duhet parë njëherë se si do të bëhet qeveria. Dyshimet e mia që do të ketë sërish zgjedhje të parakohshme, edhe pse diçka e tillë nuk po flitet, ose ndonjë marrëveshje që do na çuditë të gjithëve nga deklaratat që kanë bërë deri tani partitë, ku kanë nënkuptuar se nuk do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, dhe sa i takon simetrisë me Serbinë, besoj se u humb një periudhë e artë për të arritur një marrëveshje më herët, kur qeveritë në Kosovë kanë qenë më të stabilizuara, dhe çka është më zgënjyese në Kosovë është fakti që partitë politike shqiptare nuk bëhen dot bashkë për të gjetur një rrugë strategjike. Do të them vetëm diçka. Albin Kurti, gjatë një momenti i kapur nga mediat, deklaroi këtë gjë, kur u pyet mbi qeverinë e ardhshme të Kosovës. Pa dyshim tha që vetëvendosja do qeverisi, pa dyshim tha që unë do jem po prap kryeministri i ardhshëm, dhe pa dyshim tha që do jetë një periudhë e ndritur dhe shumë e mirë për Kosovën. Me një garanci, me një reflektonte dhe një kështu soliditet në atë deklarate dhe një qartësi të jashtëzakonshme. Realisht më bëri përshtypje dhe është njëri për të admiruar në mënyrën se si e reflekton vullnetin e tij politik. Mendon që do dali kjo deklaratë? Në fakt ka të drejtë se është partia më e madhe, por mendoj që zoti Kurti duhet ketë edhe një lloj ulje të këtij sensi të protagonizmit, sepse nuk ndihmon në raste të tilla për gjetur marrëveshje. Pra duhet ketë, e kuptuam, fushatën që ishte për polarizim të votuesve, për maksimalizim të votave, por diskutimet pasgjedhore zakonisht kërkojnë një klim më të butë, më të dakordsuar për të parë nëse mund bashkëqeveriset me një forcë tjetër. Kështu që zoti Kurti duhet të bëjë disa llogaritë për pompozitetit. I takon të bëjë qeverinë, por nuk mund të ta bëjë dot i vetëm. E qartë, e shikon me rrezikshmëri
legjitimimin e tij për shkak të deklaratave të mëparshme që ka pasur Richard Grenell dhe mendon që do ketë një antagonizëm me administratën e presidencës Trump për shkak të qëndrimeve të tij pro Bidenit dhe për shkak të precedentit që ka pasur në të shkuarën në marrëdhëniet e tij me administratën Trump. Kurti ka patur probleme për i vërtetës në administratën amerikane, megjithatë është shumë interesante sepse nuk kemi një përballje të drejtë për drejtë në terma zyrtar, pra të një komunikimi qeveritar mes dy shteteve. Besoj se Kurti do të vazhdojë të njëjtën retorik, por në rast të një politike buldozieri nga Shtetet e Bashkuara, besoj se edhe Kurti do të pranojë të bëj disa kompromise si në rastin e marrëveshjes së Prespas.